Pse ëngjulli qëndron me njërin këmbë mbi det dhe tjetrën mbi tokë? Në zbulesin kapitulli 10, Gjoni sheh një ëngjëll fuqishëm i veshur me një re me një kuror ylberi mbi tokë. Fytyra e tij shkëlqen si dielli, këmbët i ka si shtylla zjarri. Ai zbret nga qielli dhe vendos një këmbë mbi det dhe tjetrën mbi tokë. Pastaj ngret dorën drejt qiellit dhe shpall. Nuk do të ketë më kohë. Qëndrimi i tij nuk ishte rasor, ishte një shpallje. Perëndia mbretëron mbi gjithçka, nga oqeanet deri në tokë. Qielli po shpall sundimin e tij mbi gjithçka. Zëri i ëngjëllit u shton si një ulërim luani dhe pastaj 7 bubullime përgjigjen. Por sapo Gjoni përpiqet të shkruajë ato, një zë i thotë: "Mbylli, mos i shkruaj." Sepse disa mistere i përkasin ende Perëndisë. Disa përgjigje presin kohën e mbretërisë së tij. Mbretëritë e kësaj bote po bëhen mbretëria e Perëndisë tonë. Nëse beson se qielli ende sundon mbi detin dhe tokën, shkruaj amen dhe shpallë besimin tënd.